Zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma dhe mirë se erdhet në 1+1. Koalicioni Vlen po kalon një moment vendimtar. Shkrirjen e koalicionit në një parti të vetme. Lideret politik të Vlenit pas disa muajsh, negociate kanë arritur të përcaktojnë modelin e drejtimit ku partin do të udhëheqin 2 bashkëkryetar. Por nga ajo që shohim, sfidat mbeten, si për shembull, si do të ndahet përfaqësimi mes partive dhe a ka një afat të qartë për përfundimin e procesit. Sonte do diskutojmë edhe për rolin e ASH-s brenda Vlenit, pozicionimin e liderëve, sfidat politike si dhe mesazhet e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti për të ardhmen e partisë së re. Ky proces është vendimtar për strukturën dhe funksionimin e Vlenit, si dhe për raportet me qeverinë dhe partnerët politik. Për këto dhe shumë çështje tjera, përgjigjet më të hollësishme sonte i presim nga përfaqësuesi i ASH-s në Vlen, Latif Arifi. Pa humbur kohë, mirëmbrëma, mirë se erdhët dhe faleminderit që pranot ftesën në këto momenti, themi zotri Arifit. Mirëmbrëma. Mirë se erdhët edhe një herë. Zotri Arifi, pyetje për $1 milion, kuptohet se në aspekt figurativ është, edhe në sa pjesë të tjera mund të ndahet ende aleanca për shqiptarët? Shif, vërtet opinioni mendon se aleanca është e ndarë, përkundrazi unë nuk mendoj ashtu, aleanca është më e bashkuar se kurrë. Me thënë, nëse nisemi nga viti 2014 dhe 2015 prej kur nisi rrugtimi i aleancës për shqiptarët, Aleanca për shqiptarët kishte një mision. Mision ishte që të sjellë ndryshimin edhe te shqiptarët. Dhe mundi të them sot para publikut, para gjithë shqiptarëve, Aleanca për shqiptarët ishte njëri ndër faktorët. Cila aleancë, zotri Arifi, se ka 4 aleanca, jeni të vetëdijshëm se 4 pjesë, 4, jeni subjekti vetëm politik, më përmisoni, se ju keni edhe përvoj më shumë, jeni subjekti vetëm i cili ka arritur të ndahet në 4 pjesë. Shif, kjo pyetje është në parashtrohet shumë shpesh neve, po ka një të vërtet. Aleanca për shqiptarët që nga fillimi deri më sot është e një, ndërka që ato 2 aleancat tjera që shkun të BDI dhe Aliameti, ato mund t'i quajmë si aleancat të Aliametit. Unë para publikut. Po Ilir Demiri e mori mandatin nga me përkrahjen e AKI-s. Po, është shumë e vërtet, Iliri e mori mandatin me përkrahjen e AKI-s, po ishte pjesë e aleancës për shqiptarët. Kur flasim për Ilir Demirin, ai ka qenë drejtori i aleancës për shqiptarët në Spitalin e Tetovës, ka qenë ministër i aleancës për shqiptarët në qeveri. Ilir Demiri, vllau Ilir Demiri, që nga fillimi ka qenë antar i kryesisë qendrore të partisë dhe normalisht se nuk mund të ishte Ilir Demiri bashkë me vllaun kryesi. Prandaj Ilir Demiri që nga themelimi deri më sot është pjesë e aleancës për shqiptarët dhe ka kontribuar. Tani përgjigje edhe në sa pjesë të tjera mund të ndahet? Nuk druani se nesër mund të dani edhe ju? Jo, unë nuk mendoj se ne jemi ndarë, ne jemi bashkuar. Ne kishim 1 deputet, sot ne kemi 2 deputet. Nëse keni dëgjuar, thirrja e Ilir Demirit, mbasi u nda nga Zjadin Sela ishte, unë kam një mision të bashkoj aleancën për shqiptarët. Atë çfarë nuk e bën kryetarët e aleancës, edhe Zjadin Sela, edhe Arben Taravari, e kanë bë aktivistët, e kanë bë deputetët, dhe aleanca është në rrugë për të bashkuar dhe për të bërë. Ju thoni kështu, po, cili krah i ASH-s e aleancës për shqiptarët përfaqëson ASH-n e vërtet? Po ta pyesni Selan, Taravarin thot, ata janë përfaqësimi, ata e kanë atë, të themi, drejtën ekskluzive të përfaqësimit ose zëri i aleancës për shqiptarët. Ju çfarë mendoni? Unë e kam dëgjuar edhe Zjadin Selën, edhe Arben Taravari, ne kemi qenë bashkë, bile edhe Zjadin Sela, edhe Arben Taravari, ne jemi bashkëthemelues të asaj aleance. Po është një vërtet, në momentet më vendimtare, kur aleanca për shqiptarët duhet të bënte ndryshimin, ashtu si Zjadin Sela, edhe Arben Taravari shkun u bën gomë shpëtimi për Aliametin dhe për BDI-n. Aleanca e vërtet, njerëzit që nuk u dorëzuan, janë në këtë aleancë që qëndruan stoik ndaj gjithë stuhive dhe ne bashkë me Vlenin arritëm të bëjmë një ndryshim ta kemi BDI në opozitë. Arben Fetaj, sa e di unë, ka qëndruar stoikisht. Pse Arben Fetaj u përjashtua, si ta formuloj këtë pyetje? Ju u përjashtua, pse mbeti jashtë krahut të aleancës për shqiptarët të cilën ju përfaqësoni dhe pse i njëjti u detyrua të bëjë një aleancë të re? Shif, Arben Fetaj është njëri ndër meritorët që nuk u dorëzua
para gjitha sulmeve që i kishim ne. Arben Fetaj është meritor që qëndroj deri në fund me Aleancën për Shqiptarët. Dhe pse tani doli? Tani pse doli? Ne në kryesi të Aleancës për Shqiptarët, pavarësisht se kjo kryesi me ndarjen e fundit, kur neve në braktisi kryetari jonë shkoj të shërbej Aliametin, Arben Fetau ishte njëri prej liderëve të cilët ne besuam. Dhe ne kemi pasur debate brenda për rrugtimin tonë, për kontributin tonë, çfarë duhet të bëjmë që Vlenit bëhet një parti. Dhe pikërisht, më falni që ndërpres, dhe pikërisht tani, në këtë proces, kur keni filluar procesin e shkrirjes së partive, brenda nga koalicioni në një parti të vetme, pa pritmas i ndajnë rrugët Arben Fetaj me logon e Aleancës për Shqiptarët. Pra, edhe njerë, unë e di se ndoshta është edhe temë e ndjeshme, por për të kuptuar publikun, pasi që edhe ky është roli jonë si servisi publik. Pra, pse ai u detyrua të formojë një aleancë të re, meqense e dini se është, për shembull, e thoni se është meritor për gjitha lëvizjet e deritanishme, pse i ndat rrugë? Ai thatë ju personalisht të qëndrojnë në aleancën? Shif, askërkush nuk i ka thënë Arben Fetaj që të largohet nga Aleanca për Shqiptarët. Ai ftu të qëndroj? Sigurisht se kemi ftuar. Arben Fetaj vazhdon të jetë zëvendës kryeministër që përfaqëson Aleancën për Shqiptarët. Ne kemi bërë betejën bashkë me Arben Fetajin dhe ne duhet të vazhdojmë bashkë. Tash, nëse ka patur ndonjë dallim për çështjet që duhet të ndodh në shkrirjen e Aleancës dhe drejtimin e Vlenit, këtu ndoshta ai mund të jetë ndjerë. Ai ka pasur dallime. Shif, tani në çdo mbledhje të kryesisë që i kemi mbajtur çdo të hënë, në temë ka qenë edhe pjesa e bashkimit të Aleancës për Shqiptarët dhe të partive tjera që përbëjnë Vlenin në një parti. Dhe për hir të vërtetës, tash dhe e them për herë të parë, në shumë mbledhje ishte pak e çuditshme për shkak se Arben Fetaj insistonte që ne të bëjmë parti të re. Bile doli edhe me propozime në disa mbledhje që të emëroje partinë si parti republikane, një koncept republikan, thirrej në një republikanizëm që për shumicën e atyre antarëve të kryesisë që përbonim këtë aleancë, ne thojshim se nuk është e momenti për shkak se ne jeni duke punuar për shkrirje. Jemi duke punuar që Vlenin ta bëjmë një parti. Dhe çfarë ndodhi pikërisht? Shumë është interesant, unë nuk kam një shpjegim, unë mendoj se Arben Fetaj do duhet ta jap shpjegimin vetë se çfarë ka ndodhur, po është një vërtet. Ne kemi kërkuar në kryesi që Arben Fetaj, më thënë, ta mbrojë Aleancën për Shqiptarët, barabarësia dhe kontributi i antarëve të Aleancës për Shqiptarët të jetë barabartë në Vlen, dhe tash mund të ishte problemi ose pakënaqësia e Arben Fetajit te çështja e liderizmit, për shkak se konceptin e bashkëkryetarëve me sa duket atij nuk i ka pëlqyer, ndoshta ka pa veten të jetë njëri prej liderëve dhe mund të jetë kjo atërmbetja. Po përndryshe Arben Fetaj vazhdon të jetë, kontributi i tij njihet dhe ne duhet të vazhdojmë betejën bashkë. Kjo ishte çështje dallimet mes jush edhe Arben Fetaj. Tani më tregoni se si keni tani raportet me Arben Fetaj? Flas për ju personalisht si përfaqësues të Vlenit dhe ato Aziraliun e kështu me radhë. Ne raportet i kemi korrekte. Është shumë e vërtet për disa ditë nuk kemi komunikuar për shkak se nuk ka qenë këtu, ka qenë në Belgjik, nuk e di është kthyer, ne besoj se kemi takime të rregullta, deputetja jon Mimoza Musa ka takime të rregullta. Po ashtu edhe deputeti Ilir Demiri është takuar dhe i ka dhënë mbështetje Arben Fetajit dhe ka lavdëruar për performancën e tij. Tash se si do sillet Arben Fetaj, mendoj se ai duhet thirret në studio dhe deklarohet. Mbështetje simbolike apo orientime të qarta politike, çfarë u tha Albin Kurti në prekas fundjavën e kaluar? Shifun, nuk kam qenë pjesë e takimit, kanë qenë liderët tanë, ne përfaqësoheshim nga 2 deputetët tonë, unë më të përvlerësoj se është mbështetje simbolike dhe përkoj me ditën e epopesë e UÇK-s, ku delegacioni i Vlenit ishin pranishëm atje dhe kryeministri Kurti ka organizuar një iftar për Vlenin dhe thjesht është mbështetja simbolike dhe nuk është Albin Kurti pjesë e insistimit për të bërë Vlen ose diçka. Ai na ka mbështetur dhe vazhdon të mbështet shqiptarët Maqedoni. Më tregoni se kur pritet të përfundoj zyrtarisht të themi gjithë procesin e shkrirjes së Vlenit në një parti të vetme? Po shif, procesi ka filluar. Ne dim vendime televizjes Besa, ata mbajtën një kuvendin e tyre dhe
dolën me deklarat se kanë ngrirë gjithë aktivitetin partijak dhe kanë shkrije organet, kanë autorizuar kryetarin e partijës që të menaxhoj pjesën tjetër të Bashkimit të Vlenit. Njëjtën e kemi bën edhe ne si Aleancë për Shqiptarët, bile opinioni e din se ka bërë këtë edhe Erben Fetahi publikisht, edhe Izet Megjiti e ka bo, presim ditëve në vijim që këtë të bëjë edhe alternativa dhe mendoj se jemi në proces të mbarë, korniza e drejtimit të Vlenit mendoj se është përcaktuar dhe mendoj se të përfundoj. Është përcaktuar në atë aneksin e paraprakt nga koalicioni deri në zgjedhjet e kaluara. Parimisht janë marrë vesh liderët edhe mendoj se jemi në rrugë të mbarë Vlenin për të bërë një parti, për shkak se dhe ashtu ne jemi shumë parti në Maqedoni, mendoj se këtu kemi nevojë vetëm për 2 bloqe, jo më tepër. Do flasim më vonë për komplet të themi shkrirjes Vlenit, por si përfundim tani këtë pjesën e parë këtu, më tregoni se a është e kënaqur ASH-ja që përfaqësoni ju me gjetjen ose me drejtimin e modelit me 2 bashkëkryetar të Vlenit, jeni të kënaqur? Shifa, ASH-ja është e vetëdijshme për peripecit që ka ndodhur brenda ASH-s, për sa kohë që ASH konsiderohet si partneri barabart brenda partnerëve të Vlenit, sigurisht se ne jemi të kënaqur. Ne duhet të pranojmë edhe një të vërtet tjetër, për shkak se në betejën e fundit zgjedhore për zgjedhjet lokale, betejën kryesore ka zhvilluar Izet Megjiti në Çajër dhe Bilal Kasami në për shkak të ne nuk kishim ndonjë çfarë ambicie për të qenë lider, po për sa kohë ne jemi pjesë e barabartë e kryesisë Vlenit, ku vendimet do merren me konsenzus. Pastaj edhe pjesa tjetër e shkrirjes partive do jetë e barabartë, ne jemi shumë të kënaqur me këtë dhe ne mbështesim opsionin që kemi zgjedhur për bashkëkryetar dhe pra ritmin, nëse ju pyet se kush e dikton ritmin e shkrirjes së këtij koalicionit është Kasami dhe Megjiti. Po shif, detyrimisht duhet ne ta pranojmë për shkak se betejën kryesore dhe e kanë bërë edhe Kasami në Tetov edhe Izeti në Çajër. Prandaj pretendojmë ne me 2000 vota që ka marrë Erben Fetahi në Likov për të qenë kryetari i Vlenit, si duket pak dhe ndoshta edhe kjo mund të ishte fare përfund në këtë pjesën e parë, më tregoni se kush ka vulet, cila aleancë ka vulet e Aleancës për Shqiptarët. Shif, vulat e Aleancës për Shqiptarët i ka aktivisti Aleancës, i ka votuesi, ai është poseduesi i vulave dhe votuesi i Aleancës është pak i çuditshëm. Votuesi i Aleancës kur nuk ka tradhtuar kauzën e vet, ka vulat ku janë zotëri? Vulat janë te votuesi i Aleancës, janë te aktivisti i Aleancës. Këto betejat ligjore çfarë i bën Zjadin Sela janë të kota, vulat atyre i ka Ahmetin Zajas, le të shkojnë të kërkojnë atje, mos enden në përgjikata. Vulën le ta kërkojnë mes aktivistëve, të njerëzit. Kjo. Juftoj të ulemi për të diskutuar më hollësisht për gjitha këto. Urdhërojmë. Po të nderuar shikues, jemi në pjesën e dytë të intervistës 1+1. Përballë neve është, ose përballë meje është zotëri Arifi, përfaqësuesi i Aleancës për Shqiptarët. Pra, zotëri Arifi, cili është statusi aktual i procesit së shkrirjes, ose do ta formuloj më ndryshe, sa përqind prej këtij procesi e keni realizuar dhe sa mbetet për të realizuar në vazhdim? Nuk është kjo pyetje e vështirë, puna më e madhe rreth shkrirjes partive të cilët e përbonin Vlenin në Vlen, mendoj se është kryer, përderisa është caktuar modelin e drejtimit me 2 bashkëkryetar dhe pjesën tjetër organizative, strukturimin e Vlenit, organet e Vlenit, kuvendi i Vlenit, më thonë, janë bërë shumë hapa dhe unë mendoj se kam ngelur vetëm një çështje shumë e shkurtër. Cilat janë ato hapat e tanishme ose që shkojnë drejt finalizimin e shkrisjes së partive? Për momentin jemi duke pritur vendimin e alternativës, për shkak se vlerësojmë se Partia Alternativa është njëra nga partitë që ka kontribuar mjaftueshëm për këtë sukses edhe historik edhe zgjedhjeve parlamentare edhe lokale dhe padyshim se ato janë pjesë, po është problemi se do duhet brenda disa ditëve, 1 ose 2 ditëve, që edhe ato ta japin fjalën e tyre, vendimin përfundimtar të shkrirjes. Me të drejtë ka debat brenda tyre, po është shumë e rëndësishme, i kam miq edhe e di se aty ka një unanimitet dhe vendimi mendoj se do jetë brenda orëve ose ditëve, edhe alternativa nuk është vetëm interes i alternativës,
po është interes edhe gjithë aktorëve tjerë të Vlenit që të vazhdojmë bashkë, edhe unë jam shumë i sigurt se kjo do të ndodhë. Tani, meqense përmendje alternativën, si e mbindet alternativa për modelin me 2 bashkryetar, kur ata kishin qëndrimin se modelin me 1 kryetar të vetëm është më i miri dhe jep një mundësi sicili prej liderëve në një periudhë të caktuar të tregoj veten si lider në krye të bllokut të ri të themja, të Vlenit, të Partisë së Re Vlenit. Pra si e bindet, çfarë ju dhat, kërkuan më shumë garanca dhe ju dhat ju më shumë garanci për përfaqësimin e brenda Vlenit, apo se kishin pak qëndrim ndryshe? Ne nuk jemi në pozitë për t'i dhënë garanca. As alternativës, as një partie. Garanca brenda Vlenit i ka vetë partia alternativa. Dhe ne kemi diskutuar disa modele, dhe me thënë gjithë kemi patur propozimet tona, edhe ne si Aleancë për Shqiptarët kemi ofruar në tryez 3 modele, edhe ish kryetari alternativës i pari kishte një model që ishte me rotacion. Dhe e rëndësishmja edhe për ne, në ato propozimet tona ka qenë të ruhet barabarësia, e të gjithëve brenda, të kemi mundësi për të hapur partinë e unifikuar Vlen edhe për shoqërinë civile, njerëz intelektual, dhe ishte shumë pak e rëndësishme se kush do ishte lideri. Dhe unë mendoj se edhe alternativa e ka kuptuar këtë për shkak se mekanizmi kryesor i vendimmarrjes në kryeësinë e Vlenit është me konsensus dhe ndoshta me një variant nëse janë 5 lider do jetë 4-1 dhe tash nëse janë 4 lider me një rënon. Jemi duke folur për vendimarrjen? Po, jemi te vendimarrja, përderisa vendimarrja është çështje e zgjidhur, ku është, domethënë modeli është thuajsi i pranueshëm për të gjithë, thjesht janë imtësira. Cili do të jetë, si me konsensus, me votim të? Domethënë janë diskutohen, domethënë modeli. Ende diskutohen, nuk është që keni gjetur. Diskutohen, po parimisht jemi marrë vesh. Tash do duhet edhe alternativa të bëj shkrirjen e organeve dhe të vazhdoj të jetë pjesë e diskutimeve. Po për hir të opinionit, në të gjitha takimet e liderëve, alternativa është pjesë e takimeve dhe vendimmarrjes dhe ishin të pranishëm pashtu edhe në epopenë e UÇK-s. Po për vendimarrjen, me që se e përmendni, vendimarrjen, si e vendosin, cili modeli, si do të vendosin? Po shifë, vendimarrja do jetë me konsensus, do ketë një kryesi të Vlenit, do me thënë që do përbohet një kryesi e ngushtë nga 5 liderët e Vlenit, dhe do ketë një kryesi të zgjeruar, ku përveç 5 liderëve të Vlenit, do jenë ministrat, do jenë deputetët, edhe do jenë kryetarët e komunave pjesë e kryesisë. Pastaj do jetë edhe kuvendi partijak, ku të gjithë subjektet pjesëmarrëse, 5, do marrin pjesë me nga 20, më thënë ideja është me nga 20 kuvendar, dhe ndoshta do ketë një numër të rezervuar për një pjesë. Vendimarrjen do ta merr kryesia, po kryesia. Vendimarrjen, do të thënë është statuti i cili është duke përgatitur, po si vendimarrje parë është kryesia e ngushtë prej 5 anëtarëve, pastaj është kryesia e përbërë nga ministrat, zëvendës ministrat, kryetarët e komunave dhe deputetët. Do jetë një kryesi e zgjeruar dhe do jetë një kuvend i Vlenit. Të një çfarë roli konkretisht do të kenë këto që i përmendi, Mimoza Musa, Bekim Çoku, Arben Fetaj, Bekim Fazliu, Azir Aliun, Bekim Sali, kështu me radhë. Do të jenë në kryesinë e ngushtë? Kush do të jetë? Jo, në kryesinë e ngushtë janë vetëm 5 liderët. 5 liderët. Dhe në kryesinë e zgjeruar, që do jetë si organ i dytë për vendimmarrje, do jenë ministrat, këto çfarë i përmendëm, deputetët, pjesë e kësaj. Dhe normal do jetë edhe kuvendi partijak, që do numëroj nga 100 deri 105 anëtarë. Te Aleanca për Shqiptarët kush është lider tani? Te Aleanca për Shqiptarët lider nuk tregojmë për shkak se ne merr Aliameti liderët. Sa herë që kishim ne në Aleancën tuaj, prandaj them, ne nuk e thona se cili është lideri, se kemi frikë se ne kidnapon Aliameti shpejt, edhe te Aleanca për Shqiptarët për moment lider është Ilir Demiri dhe Mimoza Musa, dhe unë uroj shumë shpejt të kemi edhe deputetin të retë, se ne edhe ashtu kishim edhe një deputet tjetër, Salim Sulejmani, edhe ai ishte deputeti jonë, dhe prandaj ne konsiderojmë se në Vlen ne jemi partner të barabartë Vlenit. Për fund ju kam lënë në pyetjen për zgjerimin e shumicës parlamentare, por ta sqarojmë këtë model. Do me thonë, deri në këto momente që flasim, sipas jush, do me thonë, ka garanci mes të gjithëve se do të ruhet
balancë dhe përfaqësimit e partive brenda strukturës së re të Vlenit. Kjo është e sqaruar. Sigurisht nuk do kishte kuptim pjesëmarrja ndryshe, përderisa barabarësia e gjithë subjekteve është, me thënë, e garantuar brenda dhe normal se edhe është interesi jo vetëm i joni, është interesi gjithë participantëve në Vlen që ne ta bëjmë Vlenin një parti, për shkak se dhe ashtu jemi bërë shumë parti, është e momenti i fundit ne duhet t'i mbyllim partit. Jo të bëjmë parti të reja ashtu si ndëgjum nga miku im Arben Fetaj donte të bëjë një aleancë të re dhe unë nuk e kuptoj arsyen përse duhet ta bënte në moment kur ne të flasim. Kur jeni duke u shkrirë. Kur jemi duke u shkrirë. Tani më tregoni deri në këto momente që flasim se kur përafërsisht në afak kohor e di se në shkrimin e koalicionimit, nëse nuk jam gabim, ishte deri në zgjedhjet e ardhshme, por për sa muaj mund të themi se këtu do t'i ftojmë pa e pasur këtë përfaqësues jashtë brenda Vlenit, pra do t'jeni Vlen. Vlen do jemi sigurisht. Përafërsisht për sa kohë mund të themi, poshtuni edhe 2-3 javë tjera. Vështirë është të një kohë, po megjithatë unë mendoj se ne jemi të përgatitur dhe vetë hapat e më të mëdhej kemi marë dhe Vleni është thuajse punë e kryer, çështje ditësh, nuk them çështje javës, normal, procesi i shkrirjes nuk është edhe aq i lehtë, është pak më kompleks për shkak se ne do duhet t'i shkrijmë edhe t'i bashkojmë në fakt edhe strukturat e 4 partive, duhet të bëjmë edhe duke filluar nga baza, nga nëndegët, degët, duhet të bëjmë organet përbashkëta. Para se të kalojmë te kjo, më tregoni, a e keni diskutuar dhe a mund të na tregoni se si të ndahen rolet dhe detyrat mes bashkëkryetarëve, respektivisht mes Mexhitit dhe Kasamit, a ka ndonjë rregull të qartë që është e parashtruar, e dini modelin, për shembull si do ndahen rolet mes tyre? Nuk mund të them diçka për shkak se vetë nocioni bashkëkryetar do mirën vesh ata cili do përfaqësojnë rastet. Unë mendoj se është një model që nuk është herë e parë që provohet. Unë mendoj se ky model mund të jetë edhe shumë i suksesshëm për shkak të konstelacionit brenda Vlenit. Mendoj se çështje të liderizmit e kanë kaluar edhe Bilal Kasami edhe Izet Mexhiti do jenë si një zonë dhe unë jam shumë i sigurt se kjo do jetë shumë. Ju e përmendët shkrirjen e strukturave edhe në terren, por ju këtë javë hapët shtabin Vlen ASH në Gostivar. A jam gabim? Jo. Cili është qëllimi kur tashmë për disa muajsh punoni për shkrirjen? Shtabi Vlen ASH ka qenë, domethënë, e brenduar shumë para kohe para se të ndodhin këto ndryshimet. Dhe ai takimi në Gostivar ishte thjesht një njoftim me strukturat për hapat të cilët jemi duke bërë rreth shkrirjes së Vlenit. Më thënë, ajo Vlen ASH u promovuan nga ana juaj se u hap shtabi Gostivar në Gostivar ASH Vlen. Ishte një lëshim, çfarë ndodhi dhe në moment të fundit ne nuk kishim, thjesht ka qenë para kohe, para se të ndodhin këto hapat e shpejt të transformimit Vlenit në një, zira ka qenë, prandaj. Po pse hapat pikërisht tani? Po jo, nuk e kemi hap, nuk ishte hapje zire, ishte një konsult me aktivistët, me antarët e aleancës për shqiptarët, për shkak se ne kemi detyrim të i njoftojmë gjithë aktivistët për hapat të cilët ndodhin rreth shkrirjes së Vlenit. Sigurisht se në terren do të jetë shkrirja e plotë e partisë, nuk do të jetë me logo, nuk do shkoni solo. Sigurisht ne jemi Vlen nga momenti që do zyrtarizohet, po deri në atë moment, më thënë gjithë. Po në opinion u interpretu pak ndryshe. Ishte një lëshim çfarë nuk ndodhi në Kërçov. Ne kishim një takim për mbrom në Kërçov me strukturat ku i njoftuam gjitha strukturat për aktivitetet dhe procesin e transformimit të Vlenit në një parti dhe ditën e hënë poshtu kemi edhe një takim tjetër në Çajër, ishim poshtu edhe në Çajër me strukturat, do jemi edhe në Kumanov, do jemi gjithandej vetëm për të informuar, jo për të sqaruar për opinionin. Qëllimi është ky. Pra, kur do ndodh shkrirja e koalicionit Vlen në një parti të vetme, kjo do të thotë shkrirja e komplete të gjitha subjekteve të tjera, edhe në terren me një logo, me një Vlen, me një emër. Kjo do të jetë. Nuk do të shkoni veçmos. Jo, sigurisht se kjo do jetë. Normal është një proces që do zgjat nga 3 muaj deri 6 muaj, do shta edhe 1 vjet, varësisht edhe kur, po t'jeni sigurt me zgjedhjet që kur do mbahen, Vleni do jetë një parti dhe këto gjitha çfarë i shohim ne, këto do jenë pjesë e historisë. Vleni do ketë një kryesi, do ketë një strukturë, do ketë
për momentin një bashkëkryetar dhe sigurisht një parti të vetme nuk do të bisedoni më as për përqindje, sa do t'i takoj. Sigurisht, për momentin, për shkak të konstelacionit ku marrin pjesë 4 parti, është shumë e nevojshme që të bisedohet edhe kjo në këtë fazë. Do të thënë, nuk janë përqindjet. Po nuk ka kuptim të jetë përqindje për bashkësimin e partive? Sigurisht, derisa ne bashkohemi nuk është, po në këtë fazë, derisa ti bashkojmë gjitha strukturat, është ideja, për shembull ndodh në disa deg, ku për shembull aleanca mund të qëndrojë më mirë, dikun tjetër më keq, dhe tash të duhet kombinohen këto që ne t'i bëjmë strukturat e përbashkëta ku të gjithë dhe jenë vlenë. Për një të flasim pak se çfarë mesazhi politik dha Albin Kurti për të ardhmen e Vlenit, ai ishte takimi në prekas vendimarrës për shkrirjen e Vlenit në një parti të vetme, ai ishte Kurti ai që fundjavën e kaluar e përshpejtoi, të themi pak më ndryshe, ose e shtyi procesin e gjetjes dhe pranimit të modelit të Vlenit të 2 bashkëkryetarëve. Më tregoni rolin e Kurtit, pasi që ju jeni të vetëdijshëm se partitë politike brenda Vlenit bripirasin gazetarës se çfarë do ndodh, kështu bëjnë paralajmërime dhe ne. Të gjitha aktivitetet rreth shkrirjes Vlenit vendosen në Shkup, vendosen në Tetov, vendosin liderët tanë. Takimi ose pritja çfarë na u bë te zoti Kurti thjesht ishte një iftar për liderët dhe kjo ishte vetëm një simbolik. Edhe opinioni, edhe gjithë shikuesit, nuk është Kurti ai i cili përzihet ose insiston që të bëhet Vleni. Është interesi i gjithë neve, edhe antarëve të Vlenit, edhe gjithë shqiptarëve, që ne ta kemi një parti. Mos bëjmë ashtu si kemi bërë herët e kalume, ku garonim me shumë parti. Më thënë, roli i kryeministrit Kurti është vetëm simbolik. Ndërkaq pjesëmarrja jonë në epopene UÇK-s, ku pritëm te kulla e Bacit Rifat, te familja e nderuar e Shari, nuk kishte të bëjë as pak me këtë pjesën e shkrirjes Vlenit. Thjesht ishte një ditë historike ku gjithë secili mediat ran pre informacioneve jo zyrtare që dalin nga. Po me përgjegjësinë më të madhe ju them, ne sigurisht se zoti Kurti është shumë interesuar që shqiptarët në Zot në këtë vend, të dalin Zot shqiptarëve dhe jeni shumë sigurt, ai nuk mban anë këtë rast, pavarësisht pritjes të cilën e ka bën, thjesht ishte një iftar, një nder për një datë historike si ishte epopeja UÇK-s. Tani kjo shkrirje, ky proces, do të ndikojë në raportet e Vlenit me qeverinë dhe partnerët në politikën e Maqedonisë së Veriut? Ne me qeverinë jemi partner. Ne jemi partner. Tani pasi do ta përfundoni këtë proces? Po mendoj se edhe për qeverinë është interes shumë më i madh që Vleni të jetë një parti, komunikimi edhe me partnerët tjerë të qeverisë të jetë në një zonë dhe jo të jetë në 4 zëra si ishte deri tani. Mendoj se qeveria funksionon, pavarësisht ndërhyrjeve politike nga jashtë, të cilët janë shumë të interesuar që të paraqesin Vlenin si të paaft, çfarë nuk është e vërtet. Brenda kësaj kohe të qeverisjes, Vleni ka shumë arritje. Janë bërë punë që BDI nuk ka arrit t'i bëje për 20 vjet. Sigurisht ne nuk jemi të kënaqur për shkak se mund të bëjmë më tepër. Performanca jonë duhet të jetë edhe më e madhe se sa është. Po nëse krahasojmë me periudhën e kaluar, për shkak se nuk duhet merrem shumë me atë çfarë ka bërë BDI, se gjithë opinioni e din, 20 vjet nuk kanë mund t'i lëvizin gjërat. Dhe jo rastësisht jemi në këtë gjendje. Prandaj jam një ilustrim shumë thjesht. 20 vjet, 2 kilometra autostradë, çfarë është shumë e rëndësishme për lidhjen e shqiptarëve, Bllac, Shkup nuk kanë arritur ta bëjnë. 20 vjet flasim, mos flasim për probleme tjera. Tash komunikimi, për shembull, nëse shkon te mjeku në certifikat mjekësore ose një udhëzim mjekësor, ta jep ngjuhën vetëm Maqedone. Tash nuk është faji Vlenit që ne nuk kemi mund ta ndryshojmë. Si përmendet projektet më vjen më lind një pyetje tjetër. Po me korridorin te çfarë po ndodh me investimet? Me korridorin te. Se opozita ju akuzoi se domethënë dalën nuk do të ketë mjete. Detyra e opozitës është akuzoje, po kur akuzat janë pa baza, atëherë është shumë e ulët për thjesht e bëjmë për konsum politikës zyrtare. Korridori 8 vazhdon me ritëm të njëjtë. Ndryshimet kushtetuese do t'i bëni? Do t'i jepni drysni? Kjo është pyetje për $1 milion, ne jemi shumë të interesuar t'i bëjmë. Ju mendoj opinioni e din. Në fillim ishte për 6 muaj, zotëri. Jo, kam thënë edhe unë vetë kam qenë shumë optimist se kjo punë do bëhet. Pra kjo tregon se realisht pa u futur në qeveri dhe në pushtet nuk i dim gjërat sakta se nuk shkon për
Kjo është apo? Shifë, ne urojmë, ne jemi të angazhuar që kjo punë bëhet, normal, presioni jonë nuk ndalon dhe është interes jo vetëm i shqiptarëve, është interes e A ka diçka për të nënkuptuar që mungon të Fatmir Limani dhe Arben Fetaj në vizitën në Prekas, e prekëm pak në fillim, por a ka diçka për të nënkuptuar me raportet brenda Vlenit? Apo jo, shumë sinqerisht ju pyes. Në kohë kur ne ishim për vizitë në Prekas, me sa jam unë në njohuri, Fatmir Limani ndodhe jashtë shtetit në Zvicër, ndërka që Arben Fetaj ishte në Belgjik të familja e tij dhe unë ato i kam patur ftesat jenë aty, po për më tepër tash nuk mund të flas, më mirë është këto pyetje t'ja parashtroni edhe zotit Limani edhe Fetaj. Padyshim të gjithë do ftohen dhe po ftohen vazhdimisht, ju e dini se 3 javë kemi qenë në diskutime për të ardhur dhe kemi pritur momentin kur ju do të konfirmoni. Po çfarë donte të thoshte Limani me statusin e tij të fundit, se guri i Prekazit i njeh shumë mirë edhe ata që u përgjigjen me pushke dhe ata që vinë me duar të gjepa. Unë do ju pyes, a e kishte fjalën për opozitën shqiptare apo e kishte për një pjesë të caktuar të Vlenit? Nuk është vetëm kjo deklaratë. Fatmir Limani bën deklarata të përditshme, po vetë fakti se dje ishte në iftar bashkë me Ali Ahmetin dhe nëse i dëgjojmë deklaratat e atij të para jo shumë larg ditëve, ku thonte se nuk do ulej me Ali Ahmetin dhe tash më vjen shumë keq për kërçovarët dhe me të drejtë tash secili shqiptar mund të thotë se Kërçova sot nuk menaxhohet nga shqiptarët, jo për fajt Vlenit, po për fajt atij që e bëri betejën. Jeni të pakënaqur që mori pjesë në iftarin bashkë me Ali Ahmetin? Jo, ne nuk mund t'ja ndalojmë askujt marrë pjesë. Po dje Vleni bëni thirrje që të japësh sqarim Limani në lidhje me Shif Limani ka për detyrë të japë sqarim për shkak se është shpesh nxitohet me deklaratat dhe tani kur nuk ka lënë gur dhe bile dhe ja fluturon të dronat mbi shtëpi dajes vet. Fatmir Limani ulet bashkë me ato, mendoj se ai ka nevojë të japë përgjigje shqiptarëve. Kur ishte i sinqert Limani, atëherë kur ja fluturon të dronat dajes mbi shtëpi, mbi sarajet, apo sot kur ulet bashkë? Më thënë, kjo pyetje prapë mendoj se duhet t'i drejtohet zotit Limani. Kjo e fundit që ndodhi me iftarin dhe statusin e tij të fundit, le diçka për të nënkuptuar se ndoshta ai është me një këmbë jashtë apo një këmbë brenda Vlenit? Shumë sinqerisht ju pyes. Unë nuk mund të flas më tepër përderisa ne ende nuk e kemi zyrtarizuar Vlenin. Fatmir Limani është antar i Vlenit, po nga lëvizja Besa dhe çdo kërkesë për largimin e tij apo qëndrimin e tij duhet ta jap lëvizja Besa, prandaj nuk është e ndershme të flas unë për këtë. Si e shihni Vlenin pas 3 vitesh të shndërruar në një parti të vetme? Pyetja e parë ose nën pyetja e para është me gjitha liderët aktual apo ndoshta të shtuar apo ndoshta me më pak? Unë personalisht Vlenin mbas 3 viteve ose 4 viteve e shoh si një parti të fuqishme, të reformuar, ku performanca e Vlenit duhet të jetë 2 herë ose shumë herë më e mirë se tani dhe unë besoj në këtë, prandaj edhe insistohet që Vlenit bëhet një parti, ne duhet përfundimisht të fillojmë të mendojmë që përfaqësimin tonë t'ua besojmë njerëzive që kanë performancë, njerëzive që dinë, njerëzive që kanë guxim. Pikërisht për këtë, për përfaqësimi, si do të rriste Vleni cilësinë e përfaqësimit politik shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, më ndryshe se BDI-ja? Pasi do të shkriheni gjithmonë? Vetë faktin se BDI për 20 vjetë ka qeverisur me të njëjtët njerëz, duke ndruar nga një pozicion në tjetrin sikur nuk kishin me thënë njerëz adekuat për çdo pozicion. Të njëjtat janë, zotëri Ariti. Jo, nuk janë të njëjtat, nuk janë të njëjtat. Dikush fiton mandatin me AKI, kalon në BDI ne kemi parë figura të njëjta të ricikluara për 20 vjet. Tash nuk është e ndershme ti përmendi emrin, po edhe ne, edhe ti, edhe publiku i njeh të njëjtat njerëz. Unë mendoj se me këtë ndryshim çfarë ndodhi në zgjedhjet e fundit dhe në zgjedhjet lokale, mendoj se kemi shërbyer dhe kemi bërë një shërbim shumë të mirë edhe BDI-s, po edhe shqiptarëve. Shqiptarët në Maqedoni kanë nevojë për një BDI ku do garoj me njerëz, jo me njerëz të vjetër ashtu si kemi parë deri tani. Unë mendoj se ky proces do e ndihmojë edhe BDI-n. Po ju në fillim e thatë se e keni më të mirën, pra betejën ose ritmi që dikton shkrirjen e Vlenit,
është Kasami dhe Megjiti. Megjiti o kanë qenë pjesë e BDI-s. Sigurisht, të gjithë ne, edhe Kasami, edhe Megjiti, po edhe unë, ne nuk jemi të përjetshëm, ne nuk kemi lindur në propozicione. Ato janë figurat po veç transferat bëhen ndryshe. Për momentin është një hise politike që çfarë i takon, i ka ra hise edhe zotit Bilali, edhe zotit Kasami, që në procese të rëndësishme të pri ngjarjeve dhe unë jam shumë i sigurt në gjithë një ditë ndoshta nesër në zgjedhjet e ardhshme apo mbas 8 vjeteve do duhet t'u alon vendin të rive. Prandaj kjo ishte e keqja çfarë na ndodhi gjithë neve ku uzurpator të BDI-s, ministrat përjetshëm duke lëvizur nga një pozicion në tjetrin, na kanë qeverisur dhe na kanë katandisur në këtë gjendje gjithë shqiptarët të Maqedonisë. Si është deputeti Ilir Demiri në fillim prekëm pak më shumë, po Auratu Ilir Demiri tani pasi që kaloi në aleancën e vërtet, ju citoj ju, aleancën e vërtet për shqiptarët. Auratu Ilir Demiri nuk ka kaluar në aleancën, Ilir Demiri ka në shumicën parlamentare. Okej, në shumicën parlamentare mund të themi, po Ilir Demiri që nga themelimet e aleancës ka qenë pjesë e aleancës për shqiptarët. Thashë dhe më herët. Vllau Ilir Demirit nga themelimi ka qenë antar i kryesisë. Ilir Demiri ka qenë drejtori i Aleancës për shqiptarët në Spitalin e Tetovës. Ilir Demiri u zgjodh ministër i Aleancës për shqiptarët. Ilir Demiri u zgjodh deputet i Aleancës për shqiptarët dhe po mandatin e fitoi me logon e AK-s tani të këtë duhet ta them. Po ashtu është e vërtet se ka fituar. Shumë sinqerisht duhet ta kthej mandatin se Ilir Demiri është në shtëpinë e vet. Kjo pyetje se a duhet të kthej mandatin. I keni dëgjuar, besoj se i përcjellni. E dëgjova, po ai i cili kërkoi mandatin e ai i cili kërkoi mandatin e Ilir Demirit, bën mirë që fillimisht të kthej mandatin e vet, për shkak se ai e ka marrë mandatin në emër të Aliametit, dhe unë do i kishëm sugjeruar para se të kërkojsh mandatin e Ilir Demirit, shko ktheje mandatin në Zajas Aliametit, si Zjadin Sela, bashkë edhe me ata dy deputetët e tij. Prandaj, mendoj se Ilir Demiri është shumë madinjitos në këtë drejtim dhe për Ilir Demiri nuk është aq i rëndësishëm mandati, është misioni. Kur flasim për Ilir Demirin, nuk ka shqiptar në Maqedoni që nuk e njeh kontributin e atij. Mos na ndodh kur një Covid çfarë ne përjetuam shumë keq. Dy ishin herojt e asaj beteje çfarë gjithë kemi përjetuar shumë keq. Prandaj them se Ilir Demiri nuk është vetëm deputet, është shumë më tepër. Ilir Demira shumë parti do kishin dashur kishin. Ne jemi me fat, ai nuk është vetëm deputet i Aleancës, po është edhe i Vlenit, po është deputet i gjithë shqiptarëve. Tani do doja t'ju pyesja diçka për në fund, se ma tregoni për shembull se sa janë të vërtet këto se pas Ilir Demirit gjithnjë më shpesh po dëgjojmë zëra se kjo aleanca që përfaqësoni ju në Vlen është duke punuar për të siguruar disa deputet të aleancës së tjerëve, pra Taravarit dhe Selës, dhe jeni duke punuar për t'i marrë disa deputet. Sa është e vërtet kjo? Shif, unë nuk jam prej atyre që spekuloj. Ka patur në takimin, në debatin e fundit, që kam qenë po ashtu në televizionin tuaj, kam thënë se jemi duke biseduar me deputet të Aleancës për shqiptarët për të ardhur këtu. Dhe kjo ka ndodhur. Në një emision tjetër debativ ku isham në Alsat kur ndodhi kjo ndarja e fundit, unë një ditë përpara isham thash se deputet të Aleancës për shqiptarët do vazhdojnë të jenë me Vlenin dhe të nesër me ndodhje e njëjta ku edhe Salim Sulejmani. Dhe tani, unë për hir të procesit, nuk do them, po ju garantoj shumë shpejt pjesë e deputetëve të Vlenit do jetë së paku 1 ose 2 deputet tjerë. Mbani për fjalë kur do të Aleancës apo të AK-s? Tash nuk mund të flas më tepër. 2 deputet do i bashkangjiten shumicës parlamentare dhe Vlenit. Për sa kohë tani kjo do ndodh? Varësisht prej negociatave. Pritet shkrirja? Do ndodh para shkrirjes. Zotri Arifi, unë kaq pyetje patër, nëse keni diçka për të shtuar e që ndoshta mendoni se nuk i kemi prekur, urdhëroni, minutat në vazhdim janë për ju. Jo, faleminderit, ishte kënaqësi, sidomos kur duhet flasim për Aleancën për shqiptarët. Aleanca për shqiptarët është një parti që ka kontribuar mjaftueshëm në demokratizimin e skenës politike shqiptare. Aleanca për shqiptarët ka ditur të bëjë dallimin, ligji për gjuhët
të cilin u soll, pavarësisht se është i cunguar, është kontribut i Aleancës për Shqiptarët, ku ne ishim gjithë bashkë, këtu asesi nuk duhet t'ja mohojmë kontributin e Zjadin Seles, po edhe gjithë ekipit që Zjadin Sele po ashtu menaxhonte me Aleancën për Shqiptarët. Po ashtu edhe një arritje tjetër, edhe duke qenë në opozit, Aleanca për Shqiptarët, deputetja Ilire Dauti si prise e atij procesit të shtetësisë, fal këtij angazhimi dhe luftës që Aleanca për Shqiptarët ka bërë, sot shumë më tepër shqiptar kanë shtetësinë. Po megjithatë, është e padrejtë nëse Zjadin Sela thotë se kjo është vetëm kontributi jonë, se gjithë ne kemi kontribuar për këtë. Nuk janë vetëm këto. Ndryshimet kushtetuese, pjesëmarrja e Aleancës për Shqiptarët ishte vendimtare. Kontesti me Greqinë, Aleanca për Shqiptarët gjithmonë kur është dashur të vendosë për të ardhmen, sigurisht kur ishim një flasë në tani gjithë për bashkimin, a ka gjasa? A e ftoni për shembull edhe Taravarin edhe Selën të bashkohen? Në momentin kur ti ju bën thirrje të bashkohen, ato mund ta marrin për të keq. Po vetë fakti se një deputet i Aleancës për Shqiptarët bëri thirrje që të bashkohen deputetët e Aleancës, atë që nuk e bën kryetarët e Aleancës, qoftë Arben Taravari, qoftë Zjadin Sela, po ja ti themi edhe ky lider i fundit, Arben Fetai, këtë çfarë nuk e bën, ne e bëjmë sot. Sot Aleanca nuk mund të flasim për ndarje, mund të flasim për bashkim. Në vetëm ditëve të fundit, nga një deputet, ne u bëm 2, dhe me thënë është rritje. Po ashtu, antar edhe të pjesës së Zjadin Seles, edhe të pjesës tjetër në janë bashkangjitur. Tash nëse do të flas me emra, janë shumë. Ja për shembull nën kryetari i Aleancës për Shqiptarët, nga pjesë Arben Taravarit, ish zëvendës ministri i bujqësisë, një figurë për shembull që ka kontribuar vazhdimisht në Aleancën për Shqiptarët, për flakronin, ishte pjesë, por nuk është vetëm flakroni. Ja për shembull, ku është Blerant Ramadani? Blerant Ramadani është një figurë e shkëlqyer që do të dëshironte ta kishte çdo parti. Pse u largua? Më thënë, për shkak se ishte i pakënaqur me mënyrën se si menaxhonte Arben Taravari. Po ashtu, Aleanca për Shqiptarët ka patur shumë figura. Ndoshta ju kujtohet një figurë shumë e çmuar edhe e rëndësishme Aleancës për Shqiptarët nga forumi rinor i Aleancës për Shqiptarët. Omer Ajdini është një kuadër i shkëlqyer nga Kumanova, i cili sigurisht se është me shpirt në Aleancën për Shqiptarët për shkak se ndjehet në shpirtin e vet, po për shkak të politikave të Zjadin Seles në momentet ju uroj të bashkoheni të gjithë. Po shif, ne jemi duke punuar për këtë dhe atë çfarë nuk e kanë bën liderët, mendoj se janë të bë aktivistët, po mendoj se ne duhet bashkohemi gjithë mblen, kemi edhe shumë punë, duhet kontribuojmë që të bëjmë punë të mira për njerëzit, për shqiptarët, po edhe për gjithë tjerët. Faleminderit që morët pjesë në intervistën 1+1. Ishte kënaqësi. Të nderuar shikues, ne këtu e përmbyllim intervistën. Faleminderit që na ndoqët. Bashkëmirupafshim javën e ardhshme, ndërsa ju vazhdoni të qëndroni me programin e servisit publik.